Transmetohet nga Sehli ibn Sa'adise se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë: në xhenet ka një derë e cila quhet Rayyan. Në ditën e gjykimit nga ajo derë do të hyjnë agjëruesit dhe askush tjetër pos tyre. Dhe kur të përfundoj hyrja e tyre, ajo do të mbyllet dhe askush tjetër më nuk mund të kalojë nga ajo derë. I dashur vëlla dhe e nderuar motër, kjo është një myshde e madhe dhe nga ana tjetër një lehtësi dhe mundësi e mirë që në turmën e madhe të cilët janë të përgatitur për të futur në xhenetet e Zotit, ti me agjërimin tënd të jesh i veçuar dhe me lehtësi të futesh nga dera e quajtur Rayyan. Andaj, këtë mundësi shfrytëzoje, sepse është mëshirë nga ana e Allahut të Gjithëmëshirshëm. Kaloj ditët me agjërim dhe përkushtim, që agjërimi jot të të shpëtojë nesër para Zotit, dhe me agjërimin tënd të regjistrosh veten në grupën e atyre të cilët do të kalojnë me lehtësi nga dera Rayyan dhe të gëzojnë mirësitë e xheneteve të Zotit.